Kryeministri Edi Rama është sot i pranishëm në forumin e Berlin Global Dialogue, i shoqëruar nga Ministrja për Shtetin dhe për Inteligjencën Artificiale Diella. Kryeministër, mirë erdhët në Berlin, ju jeni kudo, ju dhe unë keni ndarë skenën në shumë kontinente. Kjo është hera e parë që ne ndajmë këtë skenë. Nëse do dija që do të kishit vënë kollare, do ta kisha vënë dhe unë, tha Ali Aslani, ndërsa nuk i kërseu batutat me kryeministrin Edi Rama. Ky i fundit nuk i la pas batutat. Kemi pasur një vit të mbarë nëse do ta vendosim në kontekstin e Europës, tha Rama. Ova për këtë punë të jashtëzakonshme që vendet që duan të bëjnë pjesë e BE-s duhet të bëjnë aspektin teknik, që nënkupton transferimin e të gjithë korpusit ligjor të Bashkimit Evropian apo aki komunitar në korpusin ligjor të vendeve. Sa për t'ju dhënë një ide, për Shqipërinë kjo nënkuptonte transpozimi dhe miratimi i 400.000 ligje akte ligjore, një proces që shumë vendeve përpara nesh ju është dashur vite ta bëjnë, duke angazhuar një ushtri përkthyesish, juristësh për të hartuar paraprakisht, pastaj për të bërë hartimin përfundimtar kështu me radhë. Dhe Kroacia që në fakt ka shkëlqyer në procesin e saj të antarësimit, ju desh 7 vjet për ta bërë këtë punë. Është thjesht aspekti teknik, jo ai politik, sepse ai politik, duke qenë turk, ju e dini, mund të kërkojë edhe gjithë jetën, por po flas për aspektin teknik. Kështu Mira tha, duket interesante, të shohim ç'mund të bëjmë. Dhe filloi të punonte me ekipin e saj dhe me ekipin ton të shkëlqyer të Agjencisë së Digitalizimit. Dhe më pas, edhe Microsoft u bë pjesë. Në fakt, ndërkohë që flasim, fal kësaj gruaje, kemi të gjitha mjetet që po punojnë për të përfunduar të gjithë transpozimin brenda fatit të 2027-s, edhe është një lloj magjie se çfarë bëhet me ligjet e me të gjitha. Kur filloi, sasia ishte 85%, saktësia ishte 85%. Pra na duhej edhe puna e njeriu, ndërkohë që sot saktësia është 90% dhe për kuriozitet thonë që ajo është më e mirë se ata. Detyra e dytë që i kemi vënë vetes, që është pak më ndërlikuar për po punojmë me të, është që të kemi sistemin e parë të prokurimit mbështetur në inteligjencën artificiale në botë. Ka sot pjesë të tij që janë të mbështetura në IA, por nuk është akoma në qasjen që ta bëjë sistemin e prokurimit plotësisht inteligjencë artificiale. Dhe hapi i fundit sigurisht buloset nga njerëzit, sepse në fund të fundit këndvështrimi ynë është që vendimi përfundimtar gjithmonë duhet të takojë njerëzve, jo inteligjencës artificiale. Po punojmë për këtë së bashku me Microsoftin dhe e shohim me shumë optimizëm. Pra kjo do të nënkuptonte që për të shkuar drejt prokurimit publik, të gjitha kompanitë do ta kishin më të lehtë. Do të kishin shumë më pak punë për të bërë, për të përgatitur ofertën e tyre, dhe çdo gjë për ta që dihet publikisht, xhiroja e tyre, numri i punonjësve, vëllimet, kapacitetet, historiku i tyre, do t'jetë e regjistruar në mendjen e saj dhe ata thjesht duhet të ofrojnë zgjidhjet e tyre, çmimet e tyre, kështu me radhë. Këto janë dy gjërat kryesore për cilat po punojmë. Njëra është tashmë duke punuar dhe tjetra do të përfundojë me shpresë në fund 2026-s. Është kjo e ardhmja e politikës, ajo çfarë pam sot? Dëgjoni. Unë në fakt ju detyrojmë sepse normalisht ju më ngacmoni, më vini mbrapa, ju gjej kudo në çdo vend të botës. Në fakt është misioni i jetës time. E di edhe me thënë drejtën
ndihem mirë me qëra fjale, por prandaj ju solla diellën. Dhe në fakt morëm goxha rrezik përsipër sot dhe më vjen shumë mirë që ja dolëm me sukses. Është ndërveprimi i parë i saj drejt për drejt dhe është fal jush, jo fal dialogut global të Berlinit, po është fal jush. Jeni shumë i sjellshëm zotë kryeministër. Ju detyrohem ju që ndaj për herë të parë që diella është shtatzën dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë që do të shërbej si asistent për ta, që do të marrin pjesë në seancat parlamentare, që do të mbajnë shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe që do t'i informojnë e do të sugjerojnë antarët të parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa i takon legjislacionit të BE-s e gjithçka tjetër.